Dolce po përgatitet të udhëtojë drejt Italisë për të futur për një javë në Grande Fratello, dhe lajmi për ardhjen e saj atje ka filluar të qarkullojë me shpejtësi. Në mediat italiane dhe në rrjetet sociale po përhapet shumë interes për të, pasi shumë njerëz duan të shohin si do prezantohet dhe çfarë energjie do sjellë brenda shtëpisë italiane. Shumë komentues e cilësojnë si një prej personazheve më të veçantë që Big Brother Albania ka pasur, dhe tashmë presin ta shohin në një ambient krejtësisht të ri. Në studio, prezantuesit italian komentojnë hyrjen e saj, duke thënë se pritet të sjellë dinamika të reja, humor, spontanitet dhe shumë kuriozitet nga publiku. Në rrjet, disa ndjekës shkruajnë se Dolce ka atë lloj energjie që ose të bën për vete menjëherë, ose të lë pa fjalë me mënyrën e saj të qenit, dhe pikërisht kjo e ka bërë shumë tërheqëse për publikun italian. Ndërkohë, edhe brenda shtëpisë shqiptare banorët diskutojnë për këtë lëvizje të papritur. Ata mendojnë se Dolce do të pëlqejet shumë në Itali për shkak të stilit, natyrës së lirshme dhe aftësisë për të krijuar situata të këndshme. Disa thonë se ajo do të bëjë bujë sapo të shfaqet në ekran, ndërsa të tjerë janë kurioz të shohin si do e presin banorët italian. Nga ana tjetër, vetë Dolce ndihet njëkohësisht e emocionuar dhe pak e frikësuar, pasi është një eksperiencë e re dhe shumë më e madhe. Ajo përgatitet për të dhënë maksimumin, për të treguar veten dhe për të surprizuar të gjithë publikun italian, i cili tashmë mezi pret ta shohë të hyjë në shtëpinë e Grande Fratello.